pa pas dhe shok nuk mundesh me jetu, se duhet me të kuptu edhe ti, ato edhe ai ty. E sa vite jeni bashkë këto? Që 29 vite. E dekada? Po. Si kanë qenë to 3 dekada për juve? Me shumë sakrifica. Normal, pa mbështetjen e bashkëshortit, s'kisha mujt edhe me regjistrim kry fëmijë, mas ne kom shku në fakultet. Xhelozia është diçka shumë e keqe. Përkrahja, mbështetja edhe liria është dashuri. Do që mashkulli, nëse nuk ka besim vetvete, atëherë ai normal që xhelozon. Nëse është i plot edhe mendon që është i mirë për atë femën, s'ka nevojë me xhelozu se ajo. Keni ardhur sot për çev këtu apo? Po. Sa e vizitoni shpesh Prizrenin? Çdo vikend se unë jam me Prizrenit, e kam marrë nanën me vizitu, po. Sa mirë, që shkuve për Prizrenin në Prishtinë ti? Fati. Kështu fati, si Po, dihet? si dihet. A do janë, qa menimi ki për burat të Prishtinës dhe Prizrenit pra asu, ti e Prizrenit, se kanë një farë ndryshimi është? Po normal, mentaliteti i Prizrenit është pak ma ndryshe, Po. e atje pak ma mirë është. Pak ma mirë. Po, Si jeni njohë me burin tonë? rastisht. Rastisht. Po. Do thënë kohët se ka njëherë mbret, rastia është mbret i botës. Po, Rastisht. po. Sot, am të regon, sa është kjo dashuri si një fillim, se e keni pas? Paj, normal në fillim është pak ma ndryshe, mas ne me kohë një problemet, jo senet, edhe dikur bosh si shok, Si shok. po, Mund të shëndrohet dashuria në po, shtëpi? po. Se ndryshe pa pas dhe shok nuk mundesh me jetu, se duhet me të kuptu edhe ti, ato edhe ai ty. Që sa vite jeni bashkë këto? Që 29 vite. Gati 3 dekada? Po, po. Si kanë qenë to 3 dekada për juve? Me shumë sakrifica. Shumë sakrifica. Që ka qenë sakrifica maj madhe që e keni bojnë një për tjetrin? S'po mbjen men, nuk po mbjen men për momentin, veç ka boll, boll. Po sfida keni pas? Urna? Sfida keni pas? Normal, Sigurisht. si çdo qift. Një sfidë që e keni të i kalu, që ka qenë vështirë për qoftë prej familjes, prej fëmijëve, gjatë sakrificave që keni po në jetën tuaj? E mirë, Po. po ka edhe të mira edhe të këqija, tash s'mujmë të cek për shembull që kjo është e mirë, që kjo është e keq. Ato komplet gjitha e bëjnë një qift. A do sa ki pas mbështetje pa shortit? Në krah. Kom pas mbështetje se unë për ndryshe jam aktore. A jeni aktore? Po. A të gohë publikun e pra rrjetet tonë të madhe që kemi shumë madhe. Cile jeni ju? Unë jam Vjollë Cahoti. Jo, të atë këmë në gjua për ty. Po. Vazhdon sot? Po jam në 2 seriale, në Dashuria humbur, jam edhe në Rrugët e Lirisë. Sa mirë, parë kratësie. Këtë pjesën e aktrimit, sa ki pasur vështirë prej, dhe më thënë, prej familjes, asë që në Normal se unë i kom pas 2 fëmijë, e kom pas vjerën, edhe është dashtë më regjistru në fakultet si e rregullt, do me thonë, kom bo boll sakrifica. Ke mujtë mja dalë? Po. Po që ki pas mbështetje? Po, normal, pa mbështetjen e bashkëshortit s'kisha mujt edhe me regjistru, se une mas një kohë shumë gjatë, do me thonë i kom kry fëmijë, mas ne kom shku në fakultet. Sa Do me mirë. thonë si 40 vjeçare kam kry fakultet. Ka në veçarë. Po. Lumë si ti sa mirë, ke marrë vete pasi që ka qenë familja primare. Po, ti. po. Po kjo xhelozia me siftit, aktore, Normal, zona. në fillim ka qenë ajo, po me kohën kur te kupton bashkëshorti që ty, që ajo është ma primare për ty, për shembull, pasionin ton që e ki qef me qitë në pak, atëherë s'ka aty çka. A vërën që kur s'ka xhelozi, s'ka dhe dashuria ashtu. Jo, xhelozia është për mu, xhelozia është diçka shumë e keqe. Përkrahja, mbështetja edhe liria është dashuri. Nëse ti dikon e liron, më bo vetvetja, atëherë që është dashuri. Se xhelozia për mu është diçka absurd. Se ka xhelozi shumë mes çifteve, sidomos nga gjenia femërore, kemi? Jo, unë e mendoj që mashkulli, nëse nuk ka besim vetvete, atëherë ai normal që xhelozon. A nëse është i plot, edhe mendon që është i mirë për atë femën, s'ka nevojë me xhelozu se ajo kudo që të shkon, nëse kthehet te ti atëherë dihet që është e jotja. S'ki nevojë.
Po doni inspirim gjitha femrave, gjitha Po. grave, sidomos se një sakrificë kaq të madhe që ki po. Po. Çfarë kishe thonë? Ju kisha thonë pasionet e veta, dëshirat e veta, kur nuk është vonë për kur gjë. Ato që e dën, patjetër duhet me qitë më pa edhe me bo. Çdo dëshirë që e kanë, kur s'është vonë gjithçka realizohet. Para klasi, të uroj shumë suksese ty. Faleminderit. Pafshim me sukseset e tua. Po, faleminderit shumë.